Mosha e tretë është në qendër të vëmendjes së Bashkisë së Delvinës, e cila ka ndërmarrë një sërnismash për të mbështetur të moshuarit. Një prej shërbimeve më të rëndësishme është qendra ditore, ku trajtojnë rreth 24 të moshuar. Në këtë qendër ata marrin ndihmë dhe mbështetje për nevojat e tyre të përditshme, duke gjetur një ambient social dhe kujdes të vazhdueshëm. Përveç këtij shërbimi, Bashkia e Delvinës synon të zgjerojë mbështetjen për moshën e tretë. Sipas përgjegjëses së Zyrës së Ndihmës Ekonomike Anela Janku, në planin social të miratuar është përcaktuar si prioritet ngritja e një shërbimi të posaçëm për të moshuarit në familje. Ky projekt synon të ofrojë ndihmë personave që për shkak të moshës apo kushteve shëndetësore e kanë të vështirë të kujdesen vetë për veten. Ne kemi dhe shërbime të tjera që ofron zyra e shërbimeve sociale, siç janë shërbimi që kemi qendër ditore për të moshuarit, ku aty trajtohen gati 24 të moshuar, të cilët kemi me fondin social nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me 30% dani, sepse 70% i ka nga bashkia. Përveç se këtij shërbimi që neve ofrojmë, në planin social që ne kemi miratuar në Këshillin Bashkiak, prioritet kemi ngritjen e një shërbimi në familje, përsëri për moshat e treta. Këto shërbime konsiderohen mjaft të rëndësishme për mirëqenien e të moshuarve, veçanërisht për ata që jetojnë të vetmuar dhe kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme. Ata janë të moshuar të vetmuar që mund të shkojnë tek ajo qendër ku u servirat mëngjesi dhe dreka. Tani sa kemi mundësit, se bashkia dihet që është bashki e vogël, sa kemi mundësit, kjo ishte një nga shërbimet që ne kishim prioritet. Tani temi edhe këtë shërbimi tjetër që ne kemi në planin social. Me aq sa kemi mundësi, kemi ardhur në ndihmë. Kemi ardhur dhe me paketa ushqimore dhe plus edhe kjo te qendra që ata shkojnë edhe. Përmes këtyre iniciativave, Bashkia e Delvinës synon të përmirësojë cilësinë e jetesës së moshës së tretë dhe t'u ofrojë atyre më shumë kujdes, siguri dhe përfshirje sociale në komunitet.